Edicioni 88 i Abisnet Superiore nisi me spektakël në stadiumin Loro Boriçi. Vllaznia dhe Skënderbeu ndan nga 1 pikë pas barazimit 2-2, në një ndeshje ku të 4 golat u shënuan në pjesën e dytë. Pas 45 minutave të para pa gola, vllaznia nisi fuqishëm pjesën e dytë. Bekim Balaj konfirmoi edhe një herë peshën e tij në sulmin kuqeblu, duke realizuar 2 herë brenda pak minutash. Sulmuesi shkodran zhbllokoi rezultatin në minutën e 50 dhe vetëm 4 minuta më vonë shënoi sërish për avantazhin 2-0, por Skënderbeu reagoi më një herë. Në minutën e 58, Janaçi ngushtoi diferencën duke rikthyer Korçarët në lojë. Miqt vijuan të besonin te barazimi dhe në minutën e 74 Bismarck, një ish futbollist i vllaznisë, ndëshkoi kuqeblu duke vendosur rezultatin në 2-2. Në minutat e mbetura vllaznia kërkoi golin e fitores, ndërsa Skënderbeu mbrojti i organizuar dhe arriti të ruante barazimin. Situata u vështirësua edhe më shumë për shkodranët në minutën e 87, kur Dyliz mori kartonin e dytë të verdhë, duke lënë skuadrën me 10 futbollistë. Kështu vllaznia shpërndoroi avantazhin e 2 golave dhe nisi kampionatin me 1 pikë, ndërsa Skënderbeu u largua nga Loro Boriçi me një barazim të rëndësishëm. Ndeshja që hapi edicionin 88 të Abisnet Superiore u transmetua drejt për drejt në rrjetin e Radio Televizionit Publik Shqiptar.